njerëzit thonë bojnë alarmin për vajin e palmës, dhe në fakt alarmant është ta marrin kur nuk e din, ama ne çokokremin e fëmijëve që ja japim që në mëngjes është me vaj palme. Dhe është i deklaruar kompanitë ndër më të mëdha në botë që eksportojnë edhe në Shqipëri apo furnizojnë botën. Për shembull, çokokremi është masivisht me vaj palme. Kështu që domethënë edhe këto alertet në kuadër tash e themesh apo në kuadër ku diun, nuk po gjej fjalën tani, nuk përbojnë gjithmonë vërtet atë alarmin që presupozohet. Tani qumshti sigurisht është produkt me risk lart në treg për konsumatorin, gjithmonë produktet me origjinë shtazore janë risk i lartë. Megjithatë, salcat, unë po e them salckosi, po ato nuk duhet quhen salckosi, janë masivisht me vaj palme. Ama e kanë deklaruar, pavarësisht se ka një hile, një kleçk që thuhet vaj bimor, sigurisht me vaj palme është, dhe ne këtë e dim, dhe sasitë shumë të mëdha të vajit palmes në industri shkojnë edhe tek biskotat e gjithkund, por po them, shkojnë edhe është e lishme për sa kohë është deklaruar, dhe nuk quhet salckosi. Një pjesë e tyre, domethënë nëse dikush quhet salckosi, po ka futur shtesa të tjera, ky është mashtrim tregtar. Ajo mund të quhet salce përbërë, veri emrin çfarë duash. Kështu që se po të ndalemi në produktet veçanta merr shumë kohë. Bio nuk ka bio nëse nuk ka certifikimin bio, çfarë do lloj produkti të jetë.